U rikthyem sërish në studio, si gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit kemi të ftuarit tanë special ku trajtojmë tema të ndryshme. Kësaj radhe do flasim pikërisht për fushën e mjekësisë, për fushën e shëndetësisë, që qytetarët gjithmonë duhen të kenë parasysh në pikë të parë shëndetin e tyre. Dhe këtu me mua sot në emisionin e mëngjesit kemi nxënësit e shkollës së mjekësisë në Shkupo, ku do të flasim pikërisht për disa projekte që janë bërë pikërisht nga ata. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në emisionin ton të mëngjesit. Mirëmëngjesi të gjithëve. Atëherë ju jeni përfshirë në disa aktivitete, në disa projekte që kanë të bëjnë pikërisht për shëndetësinë. Mund të na thoni se çfarë roli keni pasur konkretisht dhe për çfarë projekte bëhet fjalë? Po tash ke bërëm një projekt me profesorin Dr. Bekim Fera, i cili dha iniciativë dhe më organizu që ta bëjmë një projekt me dalë tek qendra klinike dhe me kriju një shtend ku qytetarëve me amat glikemin dhe me informu për ato që s'kanë informata për këtë smundje, ku aty do me thonë shumë qytetarë kanë ardhë dhe e kanë matë glikemin dhe ka pas shumë që s'kanë pasur informata për glikemin dhe kanë qenë do me thonë veç kërështarë me ardhë me pas që është glikemia, por edhe shumica e pacientëve që kanë ardhë kanë qenë vetë diabet, edhe vetë do me thonë kanë ardhë veç me shiku se e kanë glikemin. Dhe e pam që shumica e pacientëve nuk ishin interesuar do me thonë veç tek vlera se sa është, po çka është ajo vlera? Çfarë është ai numri që del tek aparati? Do me thonë se cili numër e ka atë vlerën e saj, e ka domethënien e saj, do të thotë. Mund të na thoni se çfarë përvojë ishte për ju të punoni drejt për drejtën aty me këtë qytetarët? Po atëherë përvoja ka qenë mjaft e këndshme se dyqysh kur je para njerëzve, do me thonë qytetarëve në këtë rast ne si persona shëndetësor, do me thonë si kur pacient e ndjetën vetën pak, do me thonë shumë mirë ishte si privilegj, do me thonë mu shfaq para njerëzve drejt për drejt me fol me pacientin, me pa qysh është, do me thonë pas disa viteve që ne nëse dëshirojmë normal me vazhdu mjekësinë, si mjek mund është vërtet me ndjejat ndjesin. Në ato momente unë ndjet ju si mjek aty, ju duk vetja edhe pak duhet të... Dhe si ishte, mund të na thoni se cili ishte reagimi qytetarëve gjatë matjes së glikemisë? Reagimi qytetarëve në shumicën e rasteve ishte do të thotë me mirënjohje dhe faleminderime për aktivitetet tona shëndetësore, ne si punonjës shëndetësor dhe si nxënës, të cilët bënim aktivitete të ndryshme me profesorin tonë të dashur Dr. Bekim Feran. Mirë po, disa prej tyre kanë qenë edhe të surprizuar nga, do të thotë, nga rezultatet e tyre të glikemisë, sepse ata kanë menduar që shëndeti i tyre është pothuajse në gjendje stabile. Mirë po, ne kur e bëm disa rezultate dhe disa kontrollime të tjera shëndetësore, ata u surprizuan nga ajo dhe me të vërtet kanë qenë të vetbesimit që më të utje të jenë më të kujdesshëm për shëndetin e tyre dhe për jetën e tyre personale. Në të ardhmen të kenë më shumë kujdes. Mund të na thuani se çfarë keni mësuar personalisht nga ky aktivitet? Kjo pyetje vlen për të tre, domethënë, secili le ta jep një mendim tyre. Po në fakt kemi mësuar komunikimin mes pacientëve se është ndryshe, se pointa profesorit ton për me bë këtë projekt është që të largohemi nga librave që janë për mi bankë dhe dalmi në terren edhe drejt në komunikim dalmi me qytetarët. Se është ndryshe, shembull kur e mëson një gjë dhe është ndryshe kur e praktikon. Vakt edhe pse është praktika një ndër landëve më kryesore në shkollë, është ndryshe kur e mëson një komunikim mes qytetarëve. Drejt për drejt kur ti je përballë. Se secili qytetar domethënë ka historinë e vet, ka një shqetësim tjetër edhe secili ka një nivel informacioni të ndryshëm. Që po disa qytetarë dishin për sëmundjen plotësisht se kishin ndonjë familjar ose vetë ishin diabet, po disa qytetarë domethënë nuk kishin hiç informata dhe kjo tregon që ende na nevojtet, edhe pse është një sëmundje shumë e shpeshtë edhe domethënë shumë njerëz e kanë shumë është e përhapur, po edhe prap domethënë duhet me pasur më shumë informacione për këtë sëmundje dhe me eduku më shumë njerëzit për këtë sëmundje, se është një sëmundje që është shumë e msheft, edhe nëse vren më herët është shumë lehtë me menaxhu në të ardhmen sesa kur zbulon më vonë, se paraqiten edhe komplikime. Komplikime tjera. Por juve çfarë do të thotë ky aktivitet? Po aktiviteti ka qenë mjaft i mirë për shkak se, domethënë si që tha edhe Azizi, kemi pa komunikimin mes qytetarëve drejt për drejt, domethënë e kemi shijuar ndjesinë që është me folti drejt për drejt me pacientin, e ndjen atë përgjegjësinë, domethënë nëpërmjet personit, mundohesh me ta dëgjosh deri në fund hallin komplikimet që i ka. Mundohesh me ja shpjegu se çka je tu bë, ç'është jetë kry manipulimin, që me u bë mund ndjere hat, domethënë me atë çka jetë bë ti ndaj atij. Për juve?
Pra mësimit që i kemi marrë nga këto aktivitetet të ndryshme që i kemi bërë rreth shëndetësisë janë se parandalimi dhe edukimi shëndetësor pothuajse është i njëjtë i vlefshëm sa që është edhe trajtimi. Pra çdo herë neve nuk duhet të drejtohemi drejt për së drejti në trajtimin e asaj sëmundje apo çfarëdo lloji qoftë ajo çrregullim apo ndonjë gjë tjetër shëndetësore në trupin e njeriu, mirëpo duhet të shikojmë metodat më të avancuara të kohës së tashme apo të kohës moderne që është me të vërtetë është më i mirë që të bëjmë parandalimin e sëmundjes ose edukimin shëndetësor të saj, sesa që të bëjmë trajtimin e saj. Çfarë do të thotë për juve të përfshiheni në kësi lloj projekte? Është projekti i parë, pasi që me sa di unë këtu kemi edhe nxënës të vitit të dytë dhe të vitit të katërt. Për juve që jeni nxënësit të vitit të dytë, është projekti i parë që jeni përfshirë kështu drejt për drejt? Jo, unë mendoj që kemi bërë disa aktivitete të ndryshme, pothuajse aktivitete të shumta. Mirë po, ne kemi qenë edhe në këta aktivitet, i cili ishte një aktivitet shumë mreslënës dhe na la përshtypje me të vërtetë shumë, sepse kemi vërejtur dhe kemi pasur mundësinë që të ndjejmë vetvetiu si punonjës shëndetësor. Për juve? Po, kjo nuk ka qenë viti parë që e bëhemi këtë për glikemin, se dhe vjetë kemi dalur në ploshtat dhe në qendër kemi matur, kemi bu një shtend, një si këtu, po këto e provum të qendra klinike, megjithëse ka më shumë lëvizje, po, edhe ka më shumë persona që janë edhe me diabet dhe shikon domethënë vlerat e larta, se kur i del në qendër edhe është aty që do dalin do vlera normale, por kur e van te qendra klinike ka persona që vinë domethënë nga klinika endokrinologjistë që janë vetë me diabet edhe i shef shumë do vlera të ndryshme. Po përveç këtij projektit, profesori Bekim ka bërë edhe projekte tjera, që 5 vite që është i punësuar domethënë tek shkolla si profesor, e bën një projekt tek Mlladi Hub. Vitin e kaluar e bërëm për raste të ralla në mjekësi dhe tash frikë bërëm për terapitë rastet inovative në mjekësi. Dhe këto projekte sa janë të mirëpritura nga ju si nxënës? Fakt, a ju ndihmojnë sadopak në këtë drejtim, cili do mund të... Normalisht se na ndihmojnë se na bëjnë domethënë më të vetëdijshëm për profesionin që kemi zgjedhur domethënë, edhe na motivojnë pse jo për të ardhmen. Siç është profesori Bekim është një motivues shumë i mirë, se ai na ndihmon domethënë më të shumtën që na futna për projekte kështu në shkollë që organizon është ai. Ja, domethënë sadopak ju ndihmojnë këto projekte, jo sadopak, por ndoshta janë edhe shumë që ju ndihmojnë që ju keni komunikimin drejt për drejt me qytetarët, duke pasur parasysh se nuk i shihni si qytetar të tjerë, po me një çfarë mënyre edhe si pacient. Si pacient që në të ardhmen. Mund të na thoni se sa ndihmojnë këto aktivitete në ngritjen e vetdijes shëndetësore tek qytetarët? Pra, këto aktivitete besoj që ndikojnë plotësisht duke ngritur vetdijen e qytetarëve për të qenë më të kujdesshëm për shëndetin e tyre, siç e thamë edhe më herët që çdo herë pacientët surprizohen nga rezultatet të cilët mund t'i dalin atyre pas rezultateve mjekësore laboratorike. Mirë po, në të shumtën e rasteve këto janë shumë më të mira për ngritjen e vetdijes së pacientit, sepse pacienti me ato rezultate do të kuptojë që me të vërtetë duhet të shikojë do të thotë rreth shëndetit personal të tij. Dhe asnjëherë nuk duhet ta dërgojmë vëmendjen vetëm në gjërat materialiste, mirë po duhet i kujdesemi edhe për veten tonë. Mund si ishte diçka këtu. Po, shtoni. Diçka që është e rëndësishme këtu që ne si popull në fakt në përgjithësi domethënë nuk shkojmë tek mjeku derisa të paraqiten simptomat. Edhe diçka që është e rëndësishme është që të shkojnë në kontrolla domethënë shpesh, se duhen kontrollat e shpeshta sadopak të paktën 2 herë në vit do të jenë të bollshme për një qytetar që din se si është gjendja një pasqyrë të gjakut e kështu. I tregon keq, domethënë se edhe vetë diabeti, po edhe plot sëmundje tjera janë shumë sëmundje të mshefta që nuk paraqitet simptomet të para derisa të arrijë një nivel domethënë që mo nuk menaxhohet lehtë dhe do shumë barna dhe terapia të ndryshme. Nëse vjen në kontroll, domethënë nëse në shtëpi, nëse keni aparat të glikemisë veç e matni edhe shikoni se ju ka hip, në shkoni te mjeku edhe gjeni një tjetër ndaj dietë. Se domethënë mundna me kalu shumë lehtë pa insulinë dhe pa terapi. Cilat janë ato shenjat e para të glikemisë, që mund të themi të diabetit, ne mund të themi lirshëm që duhet patjetër të shkojmë të bëjmë një kontroll? Për mendimin tim, shenjat e para të diabetit
janë do të thotë që paraqiten urinime të shpeshta, etje të shpeshtë si dhe uri të shpeshtë. Këto në gjuhën latine quhen polifagi, polidipsi dhe poliuri, të cilat janë veçanërisht janë të lidhura në mes vete, sepse çdo herë neve që kemi urinim të shpeshtë, kemi nevojë që të konsumojmë ujë, sepse jemi të etur, gjithashtu kemi nevojë të konsumojmë edhe materiet ushqyese tonat, të cilat pothuajse janë të nevojshme për trupin tonë dhe për zhvillimin tonë. Gjithashtu, një nga simptomat e tjera të diabetit janë edhe paraqitja e njollave të errta në pjesë të trupit, si për shembull në pjesën e qafës, në pjesën e nënsqetullës, si dhe në pjesë të tjera të trupit tonë. Pra, janë disa simptomat që mund të vërehen, mirë po disa prej tyre nuk janë që vërehen atë shumë. Si për shembull kemi edhe urinimin gjatë natës, kjo paraqet një ndër simptomat më të zakonshme për diabetin, mirë po nuk janë të vetmet, pra i shoqëron edhe hipertensioni apo tensioni i lartë tek pacienti, në qoftë se kemi do të thotë hipertension te pacienti, ajo nuk do të thotë që ka vetëm probleme kardiovaskulare, mirë po mund të ketë edhe probleme siç është edhe çrregullimi i diabetit. A mendoni se të rinjt janë të informuar lidhur me këtë sëmundje? Atëherë, unë mendoj se fatkeqësisht shumica edhe nuk janë të informuar. Domethënë, mendoj se në shkollat mjekësisë po mundet më kanë sa do pak të informuar, mirë po nuk është ai numri i duhur i të rinjve të cilat duhet me ditë, se spaku duhet me ditë simptomat kryesore të diabetit, pse jo, në rrugë mundet me ndodhë se dikon që personi mundet me humbë vetdijen për shkak diabetit, se do me thanë ka ullje të glikemisë në gjak, edhe ai nuk din se si ta trajton ato, pse jo mos me ditë simptomat kryesore, me mujtë me ndihmu një personi. Do me thënë se cili duhet mu kanë sa do pak i ditun këtë. Le të di. Unë kisha thënë që në kohën e sotme, në kohën moderne, besoj që teknologjia na ka mundësuar edhe neve në gjeneratën tonë, mirë po edhe gjeneratat e tjera që të marrim informacione të sakta dhe informacione të bollshme për njohuritë e kohës së sotme. Mirë po gjeneratat tona besoj që ndoshta nuk i dinë simptomat e diabetit, mirë po me vetë faktin që teknologjia na mundson për të marrë njohuri të caktuara, mendoj që me nocionin e diabetit është përballë çdo njeri prej nesh, sepse mund të them që çdo e treta shtëpi në vendin që banojmë ne është një person i cili është prekur nga diabeti. Aziz, mund të na thuash se gjatë këtij projektit, a kishte ndonjë qytetar i cili nuk ishte i vetëdijshëm se çfarë do të bëni ajo, se për çfarë është kjo të pyesi? Plot ka pas, do të thonë shumë kish qytetar që ishin domethënë edhe të më shumë, po edhe nuk e dishin, domethënë s'dishin çka më bëu, veç rishin kështu çka një të botash. Edhe se OGT testi, ndryshe testi për tolerancën së glukozës, është një test që domethënë shpesh herë e bajnë nëpër spitale, edhe në shtëpia shumë ka familjarë që kanë diabet, po ato domethënë nuk e dishin çka ishte ky testi, dhe mendoshin se kemi shkuar në gjelpan të madhe apo në sen, edhe u frikojshin. Domethënë kam pasur frikë. Të kthehemi pak se si e vlerësoni ju ndikimin e inteligjencës artificiale në mjekësi. Mundet cili do, mund edhe pastaj të vazhdoni edhe ju urdhërani. Po domethënë inteligjenca artificiale, sidomos në kohrat e tashme është bërë, domethënë një disen që e përdorin domethënë të gjithë nxënësit, po përveç nxënësit edhe përdoret edhe në mjekësi shumë shpesh për shot tash, po është diçka që s'e zaventson punën e doktorit, se edhe pse domethënë është në zhvillim, prapë ka ato të këqijat e veta. Diçka që nuk e ka inteligjenca artificiale është empatia. Arsyeja pse domethënë personi shkon te mjeku është se ndjen atë lidhjen mes mjekut edhe domethënë mes vetes, dhe kur ja tregon hallet, ja tregon simptomet, mjeku domethënë reagon me emocione dhe ja kupton emocionet. Por ndryshe domethënë ChatGPT-ja, për marr ChatGPT-n si shembull se ka plot inteligjencë artificiale, Groki, Meta, miliona ka. Është një ndër më të njohura. Nuk e ka atë, nuk e jep atë përkrahje emocionale që e di pacienti. Ndonjëherë edhe mund të gabojmë. Ju çfarë mendimi patët lidhur me këtë temë? Inteligjenca artificiale me vetë faktin që teknologjia është zhvilluar dhe është avancuar, mendoj që ka pas një ndikim posaçërisht të madh në shumë fusha të jetës, mirë po ndikimin më të madh të saj besoj që do ta ketë edhe në mjekësi apo në profesionin tonë të ardhshëm, sepse mjekësia nuk është vetëm një profesion i cili përmban humanitetin, përmban etikën si dhe punën e tyre, mirë po profesioni i mjekësisë është profesioni i saktësisë, dhe saktësinë besoj që inteligjenca artificiale me të vërtetë që e ka. Dhe inteligjenca artificiale, për mendimin tim,
do të ishte një ndër mënyrat dhe metodat më të avancuara për të ndihmuar dhe për të lehtësuar punën e punonjësve shëndetësor. A mendoni si inteligjenca artificiale do ta lehtësoj punën e mjekëve? Po, inteligjenca artificiale normalisht vetëm se ka fillu të zhvillohet edhe ka fillu të ndikon edhe në fushën e mjekësisë, mirë po mjekët përsëri kanë me qëndru mjek, përsëri kanë me pas profesionin e vetë edhe nuk do të thotë se ju a lehtëson, se përsëri pacienti ka me pas nevojë sa do ku do me shku te mjeku për një konsultim, për një kontrollim. Do të thonë do t'jetë prapë gjithsesi ai komunikimi drejt për drejt me pacientët. Urdhëroni? Dishta me shtu diçka, në fakt nuk në lehtëson në përgjithësi, po ka domethënë disa fusha që... Cilat janë ato fushat të cilat do të ndihmojnë pikërisht në këtë drejtim inteligjencë artificiale? Mendoj se në radiologji do të ndihmojë shumë, se në shumë raste në për skenimet radiologjike të magnetit apo CT-s, tomografisë kompjuterike, domethënë doktori shpesh nuk i vërejnë dosinë të imta do detaje që nuk vërejnë lehtë. A nëse ja dërgon ChatGPT-s, ai ka domethënë miliona fotografia në databasën e vet, ku e ndërlidh ato pikat e vogla që s'i ka vërejt mjeku dhe jep një diagnozë në bazë të skenimit që e kanë bërë. Po edhe gjithashtu për analizat laboratorike, me minjerë dërgon dokumentin dhe minjerë të tregon vlerat sa do t'jenë normalja në shtetin tonë, në moshën e pacientit. Mendoj se do të ndihmoj aty, por tani më ndoshta edhe me këtë pjesë rezultatet, analizat i kemi më të shpejta dhe sa do pak në këtë drejtim do të ndihmon. Mund të na thuani se gjenerata juaj për këtë transformim të themi teknologjik në mjeksi, sa është e përgatitur? E dua një mendim nga të tre. Unë mendoj do të thotë që gjenerata jonë, siç e thash edhe herët, nga teknologjia ka mjaftueshëm njohuri dhe jemi përballur shumë herë me inteligjencën artificiale, sepse kjo ka ndodhur në gjeneratën tonë dhe besoj që do të jetë një metodë apo mënyrë e punonjësve shëndetësor që do ta lehtësoj dhe posaçërisht për gjeneratën tonë, e cila do të thotë ka njohuri rreth inteligjencës artificiale dhe mendoj që jemi të përgatitur pa marrë parasysh se ndoshta ndonjëri nuk ka pasur përvojë me to, mirë po jemi të përgatitur në përgjithësi për inteligjencën artificiale që do të ndikojë dhe mendoj që do të ketë një ndikim të thellë në fushën e mjekësisë. Për ju? Unë atëherë mendoj se sado kudo inteligjenca artificiale që ndikon pozitivisht, ajo tek ne mund të ndikon edhe negativisht, se unë për veti vetë jam nxënëse, edhe e shoh që fillojnë, do me thanë të rritë, sidomos adoleshent, shumë unë varë për inteligjencës artificiale. Do me thanë nuk është ma ajo me hy, me zbulu, me hulumtu vetë. Për shembull për një projekt, po vetëm hynë në për inteligjencë artificiale, kërkojnë edhe krejt është gati. Për juve? Mendoj se ne të rritë jemi shumë të përgatitur se vetë jemi rritë me teknologjinë, edhe kjo veç s'ka arë si një avancim, nuk ka arë si diçka e re, direkt e këne që me na habit. Mund të themi lishëm që jeni gjenerata e teknologjisë. Po, direkt, pikërisht ajo është. Po, dina këto, do me thonë, e vërtet është që edhe sa na ndihmon shkakton edhe dëm, se na ka bërë domethënë të përtojmë me i bosin edhe vet. Kam pa shumë raste vetë në shkollë që mu domethënë me një kohë kur dul për herë të parë inteligjenca artificiale vetëm me një tekstin, po tash po kryen edhe prezantimet për ty, domethënë kur gjë s'ban, veç e shkruan aty, krijon një prezantim për këtë temë dhe vetë ta krijon prezantimin me një dizajn, me animacione të ndryshme, të gatshme. Edhe pointa e prezantimeve nuk është vetëm me kry prezantimin, po është edhe me hulumtu vetë, me marr material, me shiku për çka e tu prezantu. Mund të na thoni se çfarë ju motivoi të zgjidhni këtë drejtim ju për të vazhduar shkollën e mesme pikërisht në mjeksi? Në drejtimin e mjekësisë nuk e kam pas caktuar domethënë prej fillore se ku kam e hy, po kur ka pasur ajo koha, domethënë klasa e 9, ai stresi për të vendosur ishte sikur me vendos një hap drejt tardhës, edhe ne që janë me adoleshent, domethënë shumë ndihmë u sillshin kry. Ama gjithë e kom ditë se e kom një dëshirë të madhe, domethënë me ju ndihmu njerëzve. Edhe kur e komendu mirë thash zemra më flan mjeksi. Domethënë është një profesion human. Por juve, çfarë ju motivoi të vazhdoni këtë drejtim? Në fakt, unë prej fëmijë kam qenë shumë interesuar se si punon trupi jonë, se si funksionon dhe prej fillore, domethënë unë projekte të ndryshme kam bërë rreth, domethënë se cili projekt që na i kishin neve, unë direkt e lidhsha me mjekësinë. Dhe kur erdhi koha për më regjistruar në shkollë mesme, domethënë nuk e ke pas menu hiç dy herë direkt në mjeksi kam hi. Pikërisht. Për juve? Edhe unë gjithashtu, sikurse Azizi, që në fillore kam pasur disa
mendime dhe parashikime që çdo herë jam në drejtimin e mjekësisë, sepse projektet e mia në fillore gjithmonë kanë qenë të lidhura me mjekësinë, gjithashtu edhe ndjeshmëria ime e brendshme çdo herë ka qenë që të jem një njeri human, të jem një njeri i sakt në punën time dhe saktësia me të vërtetë është në profesionin e mjekësisë, si dhe humaniteti posaçërisht është në këtë fushë dhe besoj që kjo ishte një ndër motivet më të mëdha që më ka ambicionuar, do të thotë që të jem një i drejtuar nga mjekësia. Si e shihni të ardhmen e profesionit tuaj? Mendoj që edhe pse ka zhvillim të teknologjisë, inteligjencës artificiale dhe të teknologjisë, mendoj që është një profesion që do të ngele prapë një doktori e ka fjalën e fundit, se dësha me lidh me këtë inteligjencë artificiale ende bën gabime dhe doktori domethënë e ka atë përvojën, e ka çatë empatinë që përmenda më herët, edhe mendoj që do të rije kështu. Po do të kesh avancime të ndryshme sidomos në kirurgjinë, se me çdo vite e shohim që ka ndonjë inovacion të ri të mjekësisë ku e lehtëson ndonjë punë, po mendoj se veç ka me përparuar dhe nuk do të ngelmi me një vend. Nuk do të ngelni me një vend. Domethënë, ju dy si e shihni të ardhmen tuaj në këtë drejtim në profesion? Do të thotë profesioni i mjekësisë, e ardhmja e profesionit të mjekësisë mendoj që do të jetë më i avancuar teknologjikisht, sepse teknologjia ka filluar që të avancohet në mjekësi, mirë po do të jetë edhe më i avancuar në përgatitjet e punonjësve shëndetësor, sepse janë më të përgatitur me njohuri mjekësore. Nuk do të thotë që gjeneratat e mëhershme nuk kanë qenë të përgatitur me njohuri të sakta, mirë po tani vetëm me teknologjinë dhe dëshirën në qoftë se neve e kemi, atëherë mund të marrim njohuri të shumta rreth mjekësisë dhe të jemi më të përgatitur rreth asaj fushë. Sa për pjesën domethënë që avancon mjekësia s'bëhet fjalë se vetëm jemi të pa që çdo ditë është në zhvillim, mirë po si që tha edhe Azizi, doktori e ka fjalën e fundit. A mendoni që vendi ynë po ecën në hap me trendet moderne të mjekësisë, ju si nxënës të shkollës të mjekësisë, si e shihni këtë pjesë në vendin tonë? Mendoj që vendi jonë do të thotë është i avancuar teknologjikisht, mirë po nuk ka arritur ende në shkallën që duhet të arrijë, edhe pse ndoshta është i pajisur me mjete apo me aparate të ndryshme mjekësore të cilat janë të nevojshme për analiza laboratorike apo për ndërhyrje kirurgjikale, mirë po duhet ende avancimi i mjeteve të cilat janë të nevojshme pothuajse shumë në pjesën e kirurgjisë si dhe në pjesën e analizave laboratorike. Ju si e shihni këtë pjesë në këtë drejtim? Po mendoj që do më thonë njerëzit vetë preferojnë sa më pak teknologji të kese dhe sa më shumë kontakt direkt me mjekun. Pikërisht do më thonë se një person e zgjidh një mjek edhe veç ta i shkon. Se teknologjia mendoj që do të ngele kështu një si është, përveç se që përmenda më herët do të avancojë në përfushat e kirurgjisë edhe në përpajisjet. Në nevojitet do më thonë. Po. Ende të avancojmë në vendin që Por juve Elida si mendoni se në këto drejtime vendi ynë apo ecën përpara me këto trendet moderne? Normalisht ecën, mirë po jo me atë ritmin siç është në shtetet më të avancume, se edhe ka mungesë të mjeteve, domethënë e shoh edhe kur shkojmë bëjmë praktik, nuk është njëjtë sikur për shembull me kry një manipulim në shtetet e jashtme e ki ndoshta edhe më lehtë, edhe i ki të gjitha kushtet për me kry një analizë më të thellë laboratorike se sa këto në Maqedoni. Domethënë shihni ato mungesat e mjeteve që do mungojnë në vendin tonë. Të ardhmen ju e mendoni të vazhdoni edhe më tej shkollimin e lartë në këtë drejtim? Sigurisht, po. Domethënë nuk mendoni jeni hamensuar ndonjëherë të thoni jo? Asnjëherë. Domethënë jeni të vendosur për të bërë një gest human, një profesion human dhe për të vazhduar edhe më tej edhe në shkollimin e lartë. Dhe në fund cili do të ishte mesazhi i juaj që do t'ja u përcjellni qytetarëve në kuptimin në kujdesin e tyre ndaj shëndetit? Mesazhi im kishin që të bëjmë kontrolla më të shpeshta. Pikërisht. Duhet që jo veç kur ki ndonjë dhimbje apo ndonjë simptom me shku te doktori, po me shku veç me shku me pa. Një kontroll rutin me shku veç me pa që shje. Se që përmenda shumica të smundjeve shumë janë të mshefta, e së mështë tash edhe vetë qyteti me ajrin e ndotur që është në këtë periudhë të dimrit, do të shkaktoj probleme në të ardhmen, kështu që shkon kontroll dhe shikoj nëse e mirë dhe nëse ke ndonjë problem, zgjidhje para kohë para se të bëhet keq. Që mos avancohet në për
do stadiume që më ranë menaxhohen. Pikërisht. Për juve, Edhe unë cili mendoj, ishte mesazhi do me juaj? thonë se pacientët nuk duhet t'i lajnë asgjë dhe simptomat e shfaqjes së sëmundjes që në fillim, se kemi pas edhe raste në praktikë ku kanë ardhur ndoshta kur është ndërliku gjendja vetëm prej një sëmundje shumë thjesht, do me thonë shumë të lehtë, pse se nuk i kanë ra mbrapa, do me thonë kanë ardhur masi më është kompliku gjendja, është janë përkecu simptomat, edhe prandaj duhet mu vetëdijsu, jo mu bë mjek në vete, se cili në kokë të vet që shkon, po duhet me njëherë Shpesher ndodh që lexojmë diçka në internet edhe ne mendojmë që është gjithçka në rregull, i bëjmë ato ndoshta nuk na përshtatet për organizmin e çdo njeriu. Dhe në fund mesazhi juaj? Pra mesazhi im është, do të thotë siç e tham edhe më herët, që çdo herë duhet të anojmë nga parandalimi i sëmundjes dhe parandalimin e sëmundjes neve mund të arrijmë vetëm me kontrollimin e shpeshtë mjekësor. Mesazhi im do të fillonte me fjalën apo me fjalinë e famshme të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që shëndeti është mirëqenia e plotë fizike, mendore, sociale dhe jo vetëm mungesë e sëmundjes. E përmenda këtë sepse çdo njeri prej nesh mendon që vetëm në qoftë se është i sëmur duhet të kontrollohet në mjek, mirë po ne duhet të jemi çdo herë në mirëqenie të plotë fizike, mendore dhe sociale për të qenë i shëndetshëm. Dhe për të qenë një njeri i shëndetshëm duhet të kujdeset për veten, duhet të kontrollohet, domethënë në raste të shumta në mjeksi për ta shikuar se në çfarë gjendje është organizmi i tij. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit, mos u ndalshi me projekte sadopak për të ngritur vetdijen tek qytetarët, por edhe për t'u informuar edhe ata për ndonjë sëmundje ndoshta nuk e kanë idenë që mund ta kenë në organizmin e tyre. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve.